Unë jam Safet Syla, e linda me 19 maj 1967 në Shtime. Shkollën fillore kam përfundu në Shtime, me pas kam vazhdu në shkollën ushtarake, të cilën e kam përfundu në Sarajevo dhe në Beograd. Kështu që vitet 90 deri në fillim të luftës shtimtare të Kosovës kam vepru dhe jetu në Zvicër gjithmonë, inkuadruar dhe i angazhuar politikisht, gjithmonë me qëllimin më të mirë që të shërbejmë atë dheut edhe pse ishim larg atë dheut. Për herë të parë për Shtetin Shqiptar të Kosovës kam dëgjuar nga komunikatat e lëshuara në atë kohë në Zvicër në vitin 1997. Edhe në atë kohë patëm fillu edhe grumullohen fondet, kodet fondive një jatërat, ku me njëherë jam angazhuar dhe unë personalisht, duke shpërndar qeqe që të grumullojmë jetë për fundimin e një jatërat me qëllim që të dalim ndihmë ushtarëve të Shtetit Shqiptar të Kosovës. Realisht unë si ushtarak në atë kohë kam qenë i angazhuar politikisht, edhe atje ku kam jetu në Shmerikën të Zvicrës në kanton Sangallës, edhe me disa shokë gjithmonë kemi diskutuar dhe planifikuar që me rastin e shpërthimit të luftës që të përgjigjemi atë dheut dhe të vijmë. Realisht nxitja më e madhe apo frymëzimi më i madh ishte ramja e komandantit legjendar Adem Jashari, dhe pas ramjes komandantit legjendar Adem Jasharit, me automatizëm kemi rënë kontakt një grup shokësh në Zvicër, ku nga ata shokë vetëm mund të ardhur në atë periudhë kohore, po nëpërmes lëvizjes kombëtare për shtirimin e Kosovës, LKÇK për ndryshe e njohur. Edhe me disa shokë kemi grumbullu armatime, municione dhe pajisje të ndryshme ushtarake, si dhe kemi mobilizu, kemi marrë takime të shumta me të rinjt në diasporë, dhe bashkë me Agim Ramadanin, që tash me dëshmor i kombit, i Sef Klinaku, përfaqësuesi i LKÇK-s për Zvicër, patëm da detyrat. Agimi unis për Tiranë, që t'i priste pajisjet dhe vullnetarët, kurse une isha i ngarkum që të mbaja takime, t'i përgatitja të rit, t'i sigurej pajisjet, t'i sigurej armatime dhe municione, bashkë me vullnetarë tjerë të LKÇK-s, edhe t'i përcjellim nëpërmes aeroportit që të Zyrihut për një rinas. Kjo vina ka funksionu bukur mirë derisa edhe erdhi momenti që një ditë edhe unë t'i bashkangjitem radhët të UÇK-s edhe të nisim për Shqipëri. Ajo ditë ka qenë një ditë shumë e rëndë për mua, një ditë shumë e vështirë sepse është ndosh me marrë një vendim. Vendimi ishte i rëndë sepse kisha bashkëshortën dhe 3 fëmijë të vegjël, kisha 2 vajza dhe 1 djalë, me të cilët mu dasht mu përshëndet, mi lanë në mëshirën e Zotit. Edhe m'jav kthy shpinën edhe bashkë me shokë morëm rrugën e lirisë. Ka qenë një ditë shumë e rëndë, nuk e harroj kurrë për jetë, një ditë shumë e vështirë, plot emocione. Megjithatë, dëshira që të kontribuojmë për çështjen kombëtare dhe për atë dhënë, ajo më e madhe që të jemi në radhë të gjatë të Shtetit Shqiptar të Kosovës pas kushtimit komandantit legjendar Adem Jashari, na ka bërë që ne t'i lejmë edhe familjet tonë edhe fëmijët tonë dhe të nisemi për në Shqipëri me qëllim që të futemi në Kosovë në luftën shqiptare. Nuk mund përshkruhet me fjalë. Angazhimi jonë në radhë të Shtetit Shqiptar të Kosovës, përveç që është një fat që kem takuar se gjenerate, është edhe një dhunti e Zotit që neve na i ka mundësua që t'jemi vullnetar, sepse vetë Ushtria Shqiptare e Kosovës ka qenë ushtri vullnetare, e organizuar në atë formë, një ushtri guerile që në të vërtetë është dhe do të mbetet në historinë e njerëzimit si guerilja më e suksesshme në rrezullin toksor. Si në aspektin politik ashtu ushtarak, ne për një kohë shumë shkurt ja kemi dalë, ja kemi arrit që trajnohemi, të furnizohemi, të operojmë edhe të luftojmë kundër një armiku shekullor, siç është Serbia. Ndryshimi i jetës fillon aty, ditët më të mira të jetës time ishin ditët e shërbimit në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. E pas luftës shqiptare, këto ditë e jetës janë thjesht një dhuratë, e cila mund të them fat nuk ishte për neve, apo ma mirë thamë,
se patëm fatën që t'jemi në listën e dëshmorëve, edhe sot duhet të vujmë, duhet të jemi të përndjekur e të përsekutum për gjitha sistemeve që nga pas lufta deri më tani. Po me ardhjen në Shqipëri, ne kur patëm nisë prej Zvicrës me përfasos të LKQK-s apo në organizimin e LKQK-s, patëm nisë 2 kamiona, një nga Zvicra, një nga Gjermania, destinacion kishëm Shqipërinë, kurse pik takimi në Milano. Në Milano jemi taku 2 kamiona armatim me municion dhe pajisje tjera ushtarake, dhe nga aty kemi vazhdu për Bari, nga Bari për Durrës. Në Durrës jam vendos në bazën e parë të LKQK-s, aty ka qenë Afrim Gashi, përgjegjës i atij kampi, dhe aty kemi fillu stërvitjet e para ushtarake në bashkëpunim me prurët ushtarak të Shqipërisë dhe vullnetarët që vinin nga diaspora, si dhe vullnetarët që vinin nga Kosova për furnizim me armatim. Nga Durrësi kemi vazhdu për Tropoj. Në Tropoj kemi pas një pikë apo një qendër stërvitore në bashkëpunim me përgjegjësin asaj pikës Xhabir Zharkun, që vjen nga Kaçaniku. Aty ka marrën disa komuna apo disa lokalitete si Rakovin, Klamovik, Malishev, Kiev, Shtime, Kaçanik, Ferizaj. Ata ushtarë të ASEAN-ën atë kohë, që nuk ishin pak, me ata i kam punu, i kam pregadit, i kam stërvit, të gjithë jam pregadit, përdorin armatimet e veta, përdorin municionet, sepse shumica për tyne ishin djemë të ri dhe pa përvojë ushtarake. Pas që krytëm stërvitjet, përfundum pregaditjet tona elementare në atë kohë, për ballafaqim të mundshëm, e që si mbas neve ballafaqimi i parë ishte vija kufitare Kosovë-Shqipëri, edhe ashtu edhe ndodhi. Pasi morëm vendim që të futemi në Kosovë, betejë e parë jona ishte pikërisht në kufi. Jo fort larg vijës kufitare ishin disa stane aty pushum, i shtrëngum kualt me armatim, i kishëm 24 kualt me armatim dhe municion dhe pajisje tjera ushtarake si radiolidhje për komunikim baza, për komunikim antena, kishte uniforma, kamuflazh, kishim armatime edhe për shok që u dushnim me i prue në Kosovë, për vete personalisht, nga një armë personale dhe një armë për një shok. Kishim edhe pajisje tjera, literatura, që mendonim se do të na hynte në punë gjatë luftës shqiptare. Pasi po shumë aty mirë, vendosëm që të vazhdojmë rrugën për Kosovë, dhe posa kemi arrit në kufi, pikërisht në vijën kufitare, ka qenë prita parë organizuar prej palës sërbe, aty na kanë sulmue në kokë të kolonës. Fatmirësisht djemt kanë qenë pregaditën jashtëzakonisht mirë, po mbi gjitha vullneti, guzimi dhe trimënia aty ne ka bën që ata mos të jenë të lohatshëm, po të jenë vendosur. Dhe pasi që u qetësuan krismat, pam që nuk kem të vramë dhe të plagosën, pra por eshtun, i stremum kualt, i tubum kualt, prap se na u shkepën në kufi, edhe si cili shok e dinte kanë kishte përpara dhe kanë mrapa, pasi që banën verifikimin e të gjithëve, u konstatu se nuk ka bramë dhe të plagosën, ne morëm vendim që të vazhdojmë rrugën për Kosovë. Me të vazhduar rrugën, pas një 200-300 metra, kemi hasë në pritjen e fuqishme të organizuar nga serbët. Aty është sulmue koka kolonës, vëzhgues të cilët prinin, e në mesin e tyre kam qenë edhe unë, dhe mesin e kolonës dhe thoja bishtin e kolonës. Kolona ishte gjatë sepse ishin 74 ushtar dhe i kishim 24 kual me armatim. Dhe aty ka fillue, mund të them, një betejë e ashpër, shumë e afërt, distanca ka qenë shumë e afërt, dikon lufta zhvillue edhe deri 5-6 metra, 7 metra me shkije. Deri në mëngjes ka zgjatë ajo betejë. Por fatmirësisht ata të plagosurit
kanë arritë që mobilizohen, grumullohen dhe të kthehen për Shqipëri. Kurse pjesa e parë e kolonës, ne kemi arritë deportojmë në Kosovë dhe aty jemi shpërnda, jemi shpatallu. Një pjesë tjetër kanë arritë që të largohen nga kufini, ka qenë dikon mesi i kolonës ose bishti i kolonës, pjesa dytë e kolonës, ata janë largu dhe kanë vazhdu rrugën për Lubisht, kurse ne kemi ra drejt në fshatin Plani. Ajo betej nuk do të harrohet, s'mund të harroj për jetë, ka që një beteja parë për mua në luftën shtremtare, një betej shumë e ashpër, në distanca shumë të afërta, mos nuk du të dramatizoj, por ka qenë një betej thuja sigur në luftën e Vietnamit, edhe me helikopter të kryqje të koq të cilët kanë ardhur policia dhe ushtria serbe për mi marrë kufumat e veta sigurisht dhe të plagosërit e vetë, na kanë sulmun nga helikopterin në një lartësi shumë të ulët, lartësia ishte shumë e ulët, ku pa ke qarta se ata ishin edhe helikopterat kryqit koq. Që si mbas rregullave ndërkombëtare është krejtësisht e ndalume, po gjatë luftës shqiptare te na në Kosovë nuk ka pas asnjë rregull që është respektuar nga ushtria serbe. Vetëm gorta për një shkëmbim na kanë dhënë nga forca serbe, megjithatë ja kemi dalë që 24 deportojmë, 12 vetë kanë qenë të plagosën, ata janë këty për Shqipëri dhe 2 të vramë, të cilët fatkeqësisht trupat e tyre nuk kena mujt një tërheq deri pas luftës. Aty patëm 2 ushtarë të vramë, bashkim me Mini dhe Arsim Begën. Arsim Bega vjen nga fshati i Jezerës, kurse bashkim me Mini nga fshati i Vojnëvc. Dhe prej aty kemi vazhdu në zonën operative në atë kohë. Nuk ka pos organizim të zona operative, po ka qenë si në zonë realisht janë vendos në fshatin Rancë të komunës së Shtimës, ku ishim si pjesë, si kompani e batalionit të udhëhequr nga Ismet Jashari Kumanova në kuadër të brigadës 121 Ismet Jashari, pasandej Ismet Jashari. Kumanova ka qenë atë kohë komandant i batalionit, dhe unë u pata vendos në Rancë, në fshatin Rancë në komunën e Shtimës. Nga fshati Rancë, pasi që u takum edhe njoftë mirë me Ismet Jasharin, komandant Kumanovën, dhe pas disa aktiviteteve të përbashkëta që i kishim në atë periudhë kohore, korrigusht, të vitin 1998, dhe pas ofanzivës së shtatorit në Jezerës dhe ritubimit të ushtarëve të UÇK-s prap në Rancë, erdhi një urdhër që të paraqitem në shtabin e përgjithshëm dhe aty u emërova në detyrën e zëvendës drejtorit të drejtorisë për komunikim dhe informim në shtabin e përgjithshëm. Dhe nga nëntori apo fundit tetorit apo fillimi nëntorit, ashtu dikun, kam kaluar në këtë detyrë dhe aty kam qëndru deri në fund të luftës. Dëgjoj shtabi përgjithshëm në atë kohë ne realisht kemi pas disa fronte. Nuk ka qenë për ne fronti në vijën e zjarrit, ka qenë fronti më i lehtë për ne. Paralel me luftën, front të rëndësishëm kemi pas logjistikën apo furnizimin. Kemi pas shëndetësinë, kemi pas apo mjekësinë, kemi pas stërvitjet dhe trajnimet, kemi pas planifikimet, kemi pas hartimet e dokumenteve, kemi pas gjithçka paralel të gjitha këtu, jemi me mundu mi bën që të dukemi ushtri serioze edhe në takime dhe në kontakte me ndërkombëtar, po edhe para popullatës edhe para qytetarëve edhe bashkë me ushtarët që kemi pas dëshirën e zjarrt që ta kemi një ushtri të pasër shërimtare. Roli i shtabit përgjithshëm nuk është që ka pas ndonjë ndikim të veçantë në luftën apo në vijën e zjarrit. Realisht ne kemi pas dëshirën që ta kemi një vijë komandose, megjithatë nuk ka mund me funksionu ajo vijë komandose. Sepse lokalitetet
kanë ndryshuar njëra prej tjetrës, vendbanimet kanë ndryshuar njëra prej tjetrës, pozicionet kanë ndryshuar njëra prej tjetrës, edhe realisht komandantët e zonave bashkë me brigadave gjatë ristrukturimit të njësiteve janë munduar që të bajnë një luftë të pastërt edhe një luftë shtrëmtare. Kështu edhe ja kemi dalë. Ka qenë shumë e vështirë, shumë e mundensme, por që ja kemi dalë. Furnizimi me armatim ka kryesisht kanalet kryesore kemi pas Shqipërinë. Në Shqipëri kanë marrë edhe nga shtetet tjera, si nga Zvicra, Gjermania, Amerika, Kroacia. Furnizimet kryesore kemi pas, domosdoshmë si bazë kryesore për furnizim me armatim dhe municion e kemi pas Shqipërinë. Megjithatë ne kemi bler armatim dhe municion edhe prej Serbisë gjatë luftës shqiptare. Kjo është shumë e çuditshme, po ne kemi bler edhe uniforma dhe armatim dhe municion edhe eksplozive prej Serbisë. Sepse lufta ka botë mujshme që tregtarët në atë kohë t'i bojnë këto sene. Dhe ne kemi shfrytzuar momente dhe i kemi bler. Nuk ka qenë lehtë sa i përket furnizimit, sepse kryesisht furnizimin e kemi bërë me shpinë, me kual, nga Shqipëria në përpashtrik, një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, e gjatë, e mundemshme, edhe po mos kishte asnjë plom, asnjë krismë në kufi, vetë kjo rrugë kishte më mjaftuar që mu lodhen edhe mu shkatërrua derisa kemi mrri, derisa kam rri armatimin dhe municionin në pikat saktume. Megjithatë, po thoja të gjitha kalimet kanë qenë me luftra, me beteja, me pritat organizume, si në Koshare, si në Junik, ashtu edhe në Pashtrik. Përpas furnizimit me armatimin e kemi pas shumë probleme në fillim edhe me organizimin e logjistikës për ushqim dhe veshmbathje në Kosovë. Më kujtohet që sot, dimri i vitit 98, kur kam dalë në pozicioni kanë pa ushtarët me patika në roje, të ngrim, pa qizme, pa këpus, me uniforma të përgjysmuara, me veshmbathje dëpt, besa dhe me ushqime dëpt. Me kohën tani pa të marrë ide diku që të riorganizohet logjistika dhe të sigurojnë ma shumë edhe veshmbathje dhe ushqime, edhe të vedisohet popullata ma shumë për një ndihmë ma të madhe për UÇK-n. Kemi pas momente që kemi metë edhe pa bukë edhe pa ushqime, me ditë të tëra. Po gjitha këto janë kujtime, prapë po thamë, të mira të shërbimit gjatë luftës shqiptare. Ndërgjë, qëllimi jonë ka qenë që të furnizojmë në bim sa ma shumë armatim dhe të armatosim sa ma shumë ushtarë. Numri vullnetarëve çdo ditë vinte dhe u rrite. Kishim shumë vullnetarë, kishim shumë ushtarë pa armatim. Ne nuk zgjedhnim metoda dhe mënyra për furnizim, qëllimi është të t'i furnizojmë. Në atë kohë s'kemi mendu fare, veç kemi lyp kanale për furnizime dhe aty ku kemi arrit me depërtu ato, me njëherë i kemi ble dhe i kemi pruna. Kështu që gjatë luftës furnizimi është shumë më rëndësi, logjistika ka pas një efekt veçantë, blerja armatimit është blerja armatimit, nuk është më rëndësi prej kujt, është më rëndësi me prua dhe me ristrukturua në rreshtat e gjatë ushtrisë të Kosovës. Kontaktet normal se na bazat tona ushtarake na s'kena pas kazerma, po kazerma tona kanë qenë fshatrat populluara apo të banuara me popullsi shqiptare. Edhe kontaktet me civil normal që kemi pas. Unë jam shumë i lumtur që çdo ka kemi lëviz, ne kemi pas përkrajen si ushtri shqiptare. Në fillim ka qenë pak e vështirë të pranohet, sepse pa të ndiku politika dhe propaganda serbe që ata janë shteti fuqishëm, që ata kanë armatim të fuqishëm, kanë pajisje të forta ushtarake, dhe se UÇK-ja me disa kallasha nuk mund t'ja dalin përballë një ushtrie siç kishte Jugosllavia në atë kohë. Edhe kjo panik dhe ky mosbesim në fillim na ka kushtu pak. Megjithatë tu i pa betejat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, tu i pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, tu i pa rreshtat e gjatë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, tu i pa luftën e pastë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shumë shpejt ndepërtoi kjo sjellje e mirë si në aspektin politik edhe ushtarak,
edhe deri te popullata dhe fillon ta fitojmë një përkrahje dhe një mbështetje më të madhe edhe nga popullata civile. Kështu që mund të them që ja kemi dalë shumë mirë të organizohemi në atë kohë me kryqen e koqme. Në atë kohë shoqata ishte Nën Tereza, ishin drejtoritë për emergjencë civile dhe bashkë këto të gjithë jemi organizuar dhe ja kemi dalë me një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Kemi pas bashkëpunim jashtëzakonisht fuqishëm me strukturat për marrëdhënie ushtarako-civile dhe kjo ka funksionu shumë mirë. Propaganda është një nga segmentet më të fuqishme gjatë luftës shqiptare të Kosovës. Edhe ne e kemi përdorur, edhe ata kanë përdorur. Ajo shtin mi thy ose dëbën për mu thy. Ne nuk kemi ra kohën në ndikimin e propagandës sërbe, përkundazi kemi pas shumë ushtarak që kanë qenë të ngarkuar të bashkëpunojnë me strukturat civile në për fshatra dhe lokalitetet ndryshme që t'i shohin që ne jemi të qëndru fuqishëm, edhe pse ata dinin lajme për çdo ditë me gjaja shkatrimin apo eliminimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës apo njësiteve të UÇK-s në lokalitetet të ndryshme. Ato ishin të dezinformata që vetë popullata i shihnin me sy, kështu edhe ne si UÇK kemi pas sektorin për komunikim, të vetmin kanale kemi pas në atë kohë radio televizionin shqiptar që të plasojmë lajmet për rezultatet, për betejat, po edhe për humbjet tona, po normal edhe për humbjet e armikut. Jemi mundu t'japim një pasqyrë sa ma reale, po edhe në tjetër anë t'japim lajme për ngritjen e moralit edhe të luftëtarëve të UÇK-s, po edhe të popullatës e në veçanti të diasporës shqiptare, sepse ata lunin një rol të veçantë në mbështetjen financiare, sepse pa një mbështetje të fuqishme ne nuk kishim mujt me adol dot. Une personalisht kështu mund të them që inkuadrimi jem në drejtorinë për komunikim ka pas një plesht veçantë. Aty kam pas drejtorisë ka qenë general Musi Ashari, unë kam qenë zëvendës drejtor. Ne kemi marrë shumë seriozisht punën tonë dhe kemi marrë detyrat tona me automatizëm, kemi hartu të gjitha planet e komunikimit. Planet e komunikimit kanë shkaktuar një tollovi para armikut, sepse deri atëherë komunikimi i njësiteve të UÇK-s ka ndodhur me një fjalor të hapur dhe me marrjen e detyrës ne kemi organizuar me automatizëm me urdhër të shefit shtabit përgjithshëm Besim Gjirapit, i cili ishte edhe drejtori i drejtorisë operative. Kemi themeluar një shkollë për komunikim. Shkolla, gjenerata e parë e asaj shkolle për komunikim është majt në fshatin Ishur. Në kodrët e asaj gjenerate ka marrë pjesë nga 2 përfaqësues të zonave operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me ata kemi përfunduar një trajnim të veçantë, i kemi furnizuar me materiale dhe prej përfundimit të asaj shkolle kemi vazhduar njëherë me nivelin e 2 të organizimit të trajnimeve në për zona dhe mund të them që efekti ka qenë për një 200 ose 300% më i mirë në favor të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse të gjitha aksionet tona kur janë mbajt pas organizimit të kësaj shkolle dhe këtij trajnimi ka qenë më të efektshëm, me bisedues operativ, kanë komunikuar me zveti, me shifra, me ndërrim të kodeve, me ndërrim të çelëseve, me ndërrim të tabelave të bisedimit dhe sërt ma nuk kanë pas çastin komunikimin tonë, përderisa ne kemi arrit 24 orë që t'i përgjojmë forcat serbe, t'i përcjellim lëvizjet e tyne, t'i përcjellim aktivitetet e tyne dhe nëpërmes të sistemit të komunikimit që kemi ndalë në ndihmë edhe në luftëtarëve në zonat ndryshme operative, domethënë jo vetëm aty ku kemi qenë në shtabin e përgjithshëm Divlak, po edhe deri në Lap, Gollak, Dukazhin, në Redime e Karadak. Kështu që efekti jonë
në kodër shtabit përgjithshëm ka qenë ky, angazhimi konkret, me punë konkrete, me detyra konkrete, nuk kemi pas ndonjë kontroll ose në diçka të veçantë ndaj të tjerëve, por një angazhim joni profesional për ngritje profesionale, për ngritje të moralit më shumë dhe për një udhëheqje më të mirë operacionale të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Kam rast konkret që nga shtabi përgjithshëm, për shembull, nuk po du me lokacione mi përmend, po gjatë përgjimit të njësiteve serbe që kishin organizu një patku sistem në Lap, në Shalë Bajgorës edhe në Lap, realisht ky rast ka ndodhur në Shalë Bajgorës, dhe kemi arrit t'i përqojmë dhe fatmirësisht me kohë e kemi përcjell mesazhin që ata djemë të tërhiqen dhe ata djemë kanë bë luftë, janë tërhiqë dhe të gjithë kanë pështuar gjallë falë përgjimeve të komunikimit, një rast ekstrem me një lartësi jashtëzakonisht madhe, me pajisje dhe në kushte të vështira të asaj kohe, po kemi arrit ta bëjmë. Ose kemi rastin e betejës në Reçak, që të në kohën kemi qenë aktiv 24 orë, pas një minutë pushim, me ditë dhe net të tëra, të i përcjell lëvizjet e tyne, forcimet e tyne, e në veçanti beteja për Kufuma që është bërë masandej, në kemi qenë shumë aktiv, ka shumë raste të tjera që nuk javlen të miremi me cilën veç e veç, me gjithat sistemi komunikimit ka arrit të bën një ndryshim jashtëzakonisht madh, që nga shtabi përgjithshëm deri të gjitha strukturat organizative të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës në atë kohë. Masakra e Reçakut është një ditë e veçantë, jo vetëm për historinë e Kosovës dhe të çështjes kombëtare, apo historinë e shqiptarëve, por është një ditë e veçantë në historinë e njerëzimit. Nuk është e befasishme për filmat dokumentar që bojnë serbët, ata munohen çdo sen me kamuflu, me ndryshu, me shantazhu, me rajt, edhe gjithë filmat dokumentare dhe gjitha libret dhe shkresat i kanë të falsifikume, të ndryshume, edhe politika tyne gjithmonë ka qenë e tillë. Neve mbetet një kujtim i përjetshëm masakrën e Reçakut, e duke përmend masakrën e Reçakut, mos ta harrojmë edhe mikun ton William Walker, i cili vetëm e tha një të vërtetë që kishte parë me sytë e vet dhe që kishte përjetuar edhe ai vet në atë ditë, në atë moment. Çka do që tojmë sot do të ishte e mangët, e pakët, edhe nuk do të kishim mundësi ta përshkruajmë ditën se kur ka ndodhur, si ka ndodhur masakra e Reçakut. Masakra e Reçakut ka ndodhur, aty është bën një krim monstruoz, është bën një masakër e paparapame. Ka ndodhur masakra tjera në gjitha hapësirat territoriale të Republikës Kosovës, me gjithat masakra e Reçakut ka qenë një ditë e veçantë edhe një kthesë e veçantë historike. E mund të them lirshëm që as Prekazit dhe Reçakut definitivisht edhe NATO ka marrë vendim për një intervenim të forcave vere atlantike në Kosovë dhe në Jugosllavi në atë kohë. Unë kam qëndruar në Divlak, në Vasil Divlak, në atë pjesën ku ka vepruar brigada 129 udhëhequr në atë kohë nga Fatmi Lima dhe pasandej nga Gjishala, që sot padrejtisht mbahet në Hagë. Brigada 129 ka bën një punë jashtëzakonisht madhe në mbrojtjen e popullatës civile, me dhjetra mijëra civil të zhvendosur në gryka të ndryshme të zonës së brigadës 129. Ka pas shumë gra, fëmijë, ples të sëmurë, të cilët ka qenë në mënyrë direkte nën përkujdesin e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, e që ka pas shumë ushtarë që janë vëra në mbrojtjen e kësaj popullate civile. Janë munduar forcat serbe të futen, nuk ja kanë arrit, falë
guximit, përkushtimit, angazhimit dhe ballafaqimit të direkt të ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Edhe jo vetëm në brigadën 121, po ka pas edhe në teritoret të tjera të brigadave të ndryshme në tër Kosovën, ku djemë dhe vajzat pa kurqy as më të shtajtën jetë, kanë ruajtur dhe janë angazhuar në mbrojtjen e popullatës civile. Shumë interesant është që gjatë luftës fillimi ka qenë pak i vështirë, derisa jemi adaptu me krisma. Për mu nuk ka qenë e vështirë sepse kam përjetu pak edhe luftën e krahësisë dhe kanë ditë se ku po ve dhe kanë ditë se ku po shkoj. Megjithatë, shumica apo një numër bukur i madh i ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës kanë qenë djemë dhe vajzat të ri, djemë pa përvojë lufte, dhe fillimi ka qenë pak sa më i vështirë. Tani çdo petej, tu kalu dita ditës, çdo përballje frontale me forcat serbe, aty ushtarët marrin guximin, e kalojnë frigën, edhe shumë herë jemi pajtuar me vdek. Unë e kom pas rastin që shumë herë kom thënë ma mirë vdes sepse ma qatë shumë u patëm lodhë, qatë shumë u patëm raskapit sa që nuk ishte e mundër të qëndërën të njeri. Po megjithatë nuk e kishim atë frikë nga vdekja. Kjo është shumë interesant, që nuk e ke frikën për me vdek. Edhe nuk menon apo vritesh as po vritesh. Aty mendon se si mi a dal me shkaktu sa ma shumë dam armikut, qoftë në pajisje, qoftë në ushtar, në trupa. Edhe unë personalisht, të thonë për vete, personalisht ashtu dhe më besoj edhe të shumica ushtarëve pas lutës që në ka ra me bisedu, kërkush nuk ka mendu për vetin e vetë. Gjithë kemi mendu për të tjerët. Kjo është ai faktor, një prej faktorëve kryesor që na ka bën neve të jemi shumë të fortë. Shembull, gjatë luftës janë 3 faktorë që bëjnë luftën në përgjithësi. Është faktori teren, është faktori njeri dhe është faktori armatim. Ushtria Shqiptare e Kosovës i ka pasën nga këta 3 faktorë, 2 ka pas në favor dhe vetin. I ka pas faktorin teren, që kemi njoft terenin shumë mirë se serbët, dhe kemi pas faktorin njeri, sepse kemi pas njerëz me moral të ngritur dhe me një vetdije të plot, sepse ne po luftojmë për lirimin e vendit. Ne nuk ishim okupues. Përderisa serbët në anën tjetër kishin vetëm një nga këta 3 faktorët, e kishin faktorin armatim, e që ata nuk e kishin as faktorin njeri, as faktorin teren, sepse ata dinin që ishin okupator në Kosovë dhe nuk e kanë pas vullnetin që të ballafaqohen me neve sikurse që kemi pas ne. Kështu që shumë herë na ka ra të ballafaqohen me jetë për jetë apo për vdekje, shumë beteja, në shumë ngjarje, shumë ditë të veçanta. Megjithatë, mund të them shlirë që kur nuk e kemi menduar se do të vritemi apo jo. Kur se kemi menduar dhe sot shokët që sot fatkeqësisht nuk janë mesin tonë, kur se kanë bëmen se do të vriten apo jo. Ata kanë luftu për me çliru Kosovën, Kosova është çliruar, tash ma s'ka bëhet me neve, as një tru nuk qenë pesh. Nuk e kemë fort atë dojle. Kombinimi i këtyne 2 faktorëve, faktori teren dhe faktori njeri, kanë botë mojshme që ne të organizojmë prita, luftën guerile, e që si mbas statistikave del që këja do t'jetë në historinë e njerëzimit, ose s'poku derisat, si guerilja me suksesshme. Sepse ne me pak ushtar, me pak armatime, me pak municione kemi organizu pritat të ndryshme, betejat papritura për armikun dhe i kemi shkatëru, kështu që ja kemi arrit, marim armatime dhe municione nga ta dhe të forcohemi ne, të forcojmë radhët tona. Këto janë ata 2 faktorë që përmena pak më herët, nuk është një rasti. Realisht, kena kanë ndihmu bashkëpunimi me popullatën civile. Ata kanë lujtë rolin e vëzhguesve, na kanë informu për lëvizjet e armikut, për pozicionimet e tyne, për vendin se ku pozicionohen, për kohën se kur flajnë, për kohën se kur hajnë, për kohën se ata kanë përdorur edhe shumë edhe alkoholin.
kanë qenë edhe, kanë pas mesin e tyne edhe narkoman që kohë pas kohë, domethënë janë konë out jashtë sistemeve dhe ne kemi shfrytzu çdo kohë, çdo hapësirë. Ne kemi shfrytzu çdo herë natën, kemi shfrytzu kohën e keqe me shi, kemi shfrytzu rreshtet të ndryshme atmosferike me borë, mjegullat, terrenin, çdo sen ne kemi shfrytzuar që të eliminojmë forcat armike dhe kështu ja kemi dalë. Gjithmonë me një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me popullatën civile. Po çdo ditë në UÇK ka qenë një histori në veti, çdo orë ka qenë histori në veti dhe realisht është edhe mshme që sot pas 26 vjetë do ta kthej trunin mrapa dhe t'i rikujtoj ato të momentet të vështira. Ne kemi pas beteja të shumta, kemi pas sakrificat të shumta, angazhime të shumta. Normal që në çdo luftë ka dhe humbje, edhe ne kemi pas humbje. Kemi shumë shokë që na u kanë vëra, kemi shumë shokë që kanë lanë gjymtyrët e trupit gjatë luftës shqiptare. Kemi shumë shokë që sot vujnë dhe kanë pasoja nga lufta shqiptare. Ato vuajtje dhe pasojat nuk mund shërohen, janë plagë të pashëruara, e që fatkeqësisht sot as institucionet dhe as shoqëria jonë nuk mirret ose shumë pak mirren për fatin ose me fatin e tyre. Nuk du t'i dalloj dëshmorët sepse të gjithë kanë qenë dhe janë të barabartë për mua. Megjithatë, kam shok bashkëtorë që na u kanë vëra, duke filluar nga Tahir Sinoni që kom pas fatin ta një personalisht edhe gjatë luftës shqiptare, generalin Tahir Sinoni, edhe shumë bashkëtorë të tij, edhe jo vetëm njësi që kanë shërby pranë shtabit përgjithshëm, po edhe në zonë operative të Neredime, së të Pashtrikut, edhe në brigadat të ndryshme, kado që kam lëviz, kom pas fatin të një shumë dëshmor, e shumë bashkëtorë. A shumë e dhenshme, megjithatë lufta i ka këtu edhe do të pajtohemi. Tahir Sinoni ka qenë një nga ushtarakët në Shqipëri, ish ushtarak. Djalë me përvojë për përdorim të pajisjeve ushtarake, të armatimeve, të municioneve, të eksploziveve. Ka pasi përvojë edhe në zhvillime operacionale, taktike. Dhe ardha atina në UÇK ka ndihmu shumë, fillimisht njësinë speciale pranë shtabit përgjithshëm dhe gjithmonë i gatshëm që bashkë me djemë dhe vajza në kodër të njësisë speciale të ballafaqohet me serbë. Kështu edhe ka ndodhur pas stërvitjeve të shkurta taktiko operacionale, ai ka marrë pjesë personalisht në aksionet të ndryshme të UÇK-s kundër forcave serbe dhe ka qenë një karakter që i veçantë që ka ndiku pozitivisht në ngritjen e disiplinës, në ngritjen e forcimit të marrëdhënieve mes ushtarëve, në bindjen, në sukseset edhe betejat me suksese normal që t'japin vullnet edhe guxim edhe kurajo që t'jesh më i vendosur në luftën shqiptare, sepse ajo luftë edhe ata djem kanë qenë vullnetar. Ne asnjë me zërë se kemi pru në radhët të UÇK-s dhe s'kemi mund të mbajmë asnjë me zërë në radhët të UÇK-s. Kur ka dash ka arë, kur ka dash ka hec. Megjithatë, angazhimi, puna jonë, përkushtimi jonë, në këtë rast edhe i Tahir Sinonit ka bën që t'jem më të sigurt, t'jem më të fuqishëm dhe të krijojmë një vetbesim më të madh për ballafaqimin me forcat serbe. Nevoja jonë ka qenë që të blejmë armatim, që të furnizohemi me armatim. Ka pas raste kur jashtë asaj që na kanë ofruar në atë kohë strukturat e furnizuesa për njësitë furnizuese në Shqipëri, na kemi pas dëshirë që të blejmë diçka më shumë. Kemi ble edhe mortaja, kemi ble edhe automatik të ndryshëm, pushkomitralez, municione, predha, bomba dore, mina hedhësa, çka kemi gjetë edhe ku kemi gjetë, kemi ble. Normal që nuk u konë lehtë në atë kohë të punohet,
edhe të sigurohen këto armatime, sepse edhe në atë kohë duke ketë ilegalisht bëhat kjo. Megjithatë, vështirësitë kanë qenë, po në 89 fati jonë ka qenë që kemi qenë kufi me Shqipërinë dhe trazirat e vitit 1997 dhe shpërndarja e armatimit nga depot e tyre na e kanë bën neve pak më të lehtë furnizimin dhe ja kemi dalë. Duhet jemi prapë të kënaqur me rezultatet e arritura pavarësisht vështirësive që kemi pas. Po pas rikthimit të kryeministrit në atë kohë të qeverisë përkohshme, zotë Hashim Thaçi nga Rambuje, ne u patëm taku shtabi përgjithshëm dhe qeveria përkohshme në Jezerc është marrë vendimi për fillimin e përgatitjes të operacionit Shigjeta, ku në kuadër të operacionit Shigjeta do të futet i tërë kufiri shqiptar, edhe Kosharja edhe Pashtriku. Kështu edhe ndodhi në atë takim në Jezerc, unë u emërova bashkë me Lum Haxhiun, Mustaf Gashin, në komisionin që ne kishim për detyrë të bënim planifikimin dhe kodimin e hartës për zhvillimin e operacionit Shigjeta dhe të tjerët në detyra tjera. Kështu është formuar një ekip në krye me Besnim Zerapin, i cili është emëruar komandant për 2 operacionet, edhe komandant të mjësive tjera, edhe aty është marrë vendimi dikon në pjesën e parë të muajit prill, mos gabofsha, muj me gabu me data, ke marrë rrugën prej Jezercit në Bllacë, nga Bllaca Tetov, prej Tetovës në Dibër dhe nga Dibra në Tiranë, e nga Tirana në Kuks. Ky ka qenë rrugtimi jonë, dikon 2 javë ka zgjatë derisa kemi mri në Kuks. Në Kuks kemi marrë ushtarët vullnetar, kemi filluar përgatitjet dhe kemi filluar me operacionin Shigjeta, i cili ka qenë një operacion shumë i suksesshëm, shkatërrues për armikun dhe fitues për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Po në çdo fillim i ka dhe vështirësitë e veta, po realisht unë kam qenë disa herë i arrestuar në Shqipëri. Për herë të parë kam qenë arrestuar në Durrës, kur kam marrë prej Zvicrës nëpërmes Italisë, edhe fillim me pata e përmena rastin që jemi taku 2 kamiona me armatim dhe municion dhe pajisje të ndryshme ushtarake. Janë i karpi i Zvicrës, të organizuar normal nga LKQK-ja, dhe tjetri karpi i Gjermanisë, jemi taku në Milano dhe prej Milanës për Durrës. Kur kemi mrinë në Durrës, kamioni cili ka ardhur nga Zvicra ka kaluar në Shqipëri, e ka kaluar kufine dhe doganën, kurse kamioni që ka ardhur nga Gjermania ka ngel në kufi, ka në zonën me armatim, edhe i vetmi person që ka qenë i arrestuar kam qenë unë i arrestuar. Po fal angazhimit të udhëheqësve të LKQK-s, une edhe pse u arrestova, u dërgjova te karabinjerët italian që në ato anije i kishin edhe qelit, i kishin edhe ato dhomat e veta. Aty kam qenë i vendosur gjatë tën ditës, deri në mramje kur u kthente trageti prapë për Itali, atëherë normal që me një sumë të parave jam lirue nga karabinjerët dhe nga oficerët shqiptarë që në atë kohë kanë mujt ndoshta të më lirojnë, por që nuk e di arsyen u pata arrestu. Edhe arrestimi tjetër ka ndodhur në Krum. Patëm shkue me një ekip për me përgatit terrenin, me ble kualt dhe me bo transportin nga tropoja të armatimit dhe të municioneve për të sigurta, për shkak se në atë kohë kishim shumë vështirësia të lëvizjes të armatimit dhe të municioneve, sepse edhe në atë kohë në Shqipëri duke ilegalisht bëhet kjo, dhe UÇK-ja ishte në skenë, bënte luftë, por që furnizimet u duke ilegalisht i bënim edhe në Shqipëri. Gjatë rrugës në Krum dhe posa shkum atje u vendosëm se ku do të vendosin ushtarët dhe mos i bënëm pazar kualt edhe disa pajisje tjera ushtarake për në Kosovë, u arrestuam prapë dhe aty
jemi mbajt për një kohë, e gjaja në pretendimin se ne banim kontraband me armatim, derisa u bindën me faktin që ne ishim vetë ushtarët e ushtrisë të Kosovës, dhe atëherë me një mirësjellje prapë na liruan. Ka ndodhur këtë raste, kemi pas këtu arrestime, ndalesa, pengesa, megjithatë me kohën kur u forcu Ushtria Shqiptare e Kosovës dhe dul në skenë e fuqishme, atëherë edhe një numër i madh i oficierëve shqiptar dhe i policëve shqiptar ju bashkuan radhave të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Atëherë edhe politikat vendore dhe ndërkombëtare ndryshuan kohën karshi UÇK-s. Atëherë ka qenë shumë ma lehtë të punohet dhe të veprohet edhe në Shqipëri edhe në vende tjera. Po ka pas shumë oficier që fillimisht janë angazhu si vullnetar në baza servitore në Shqipëri, mos i përmeni të gjitha pikat se mund t'i harroj, po nga Tirana, Durrësi, Kalimoshi, shumë lokacione tjera, Kuks. Ka pas shumë ushtarak që kanë punuar në përgatitjen, stërvitjen, angazhimin profesional të tyre me vullnetarë, me djemë dhe vajza që kanë ardhur kryesisht nga perëndimi që fillim të vitit 99 pas shpalljes së mobilizimit të përgjithshëm, numri i tyre vinte për çdo ditë në rritje sipër dhe nuk ka munguar angazhimi i tyre. Po në tjetrën anë edhe në luftë direkte në Kosovë ka pas oficerë të lartë me grada të larta ushtarake që kanë dhënë një angazhim, një kontribut të veçantë, jo vetëm në shtabin e përgjithshëm, po edhe në gjitha zonat ka pas përfshim. Kështu që unë personalisht dhe populli i Kosovës u jem mirënjohës të gjitha tyne që kanë ndihmuar luftën shqiptare, e në veçantë dëshmorëve nga Shqipëria, që nuk janë të paktë edhe ata të cilët kanë ra gjatë luftës shqiptare të Kosovës. Ka shumë raste që kemi qenë keq për ushqim, kemi qenë keq për medikamente, kemi qenë keq për besa për mjek. Fillimi i luftës ka qenë i vështirë. Kam një rast i parë që thash betejë e parë. Mbi 48 orë ne kemi hjek për ujë. Edhe kam pas disa raste që disa ushtarë sot janë gjallë, minzi kemi pështue nga prej ujit. Se pasi që një kohë gjatë nuk ishim ujë, goja na u prishme, me thonë, na u përgjak, buzët na u qanë, guha na u qanë, mungesë të ujit dhe lëvizjeve ecjes të ngarku me armatim të ranë, dikon rreth 40 kg kishim secili prej nesh në shpinë, edhe deri në Lubisht, kur kemi mrri, na kemi qenë pa ujë. Ato bjesht e hasit, shumica ishin pa ujë. Dhe kur kemi mrri mbi Lubisht, ka qenë një kru jashtëzakonisht i madh dhe për gëzimit të ushtarët kur e kanë pa krunin, i kanë hjek, i kanë gjuh me çanta, me tesha, me armatim, me çka kanë pas ngarkum, kanë vrapu me pi ujë, kështu që unë edhe i kam pas 1-3 ushtarë, kanë qenë shumë zët, shumë shkath, e jemi mundu që t'i tërhjekim zvarr nga uji, sepse shumica për tyne fillun t'i nxojnë ethët, temperaturat ju lëviz me njëherë dhe trupi tyne këcente, muj me thonë 1 gjysmë metre nga toka, nga dridhjet kur e kanë pi ujin. Atë moment nuk e harroj kurrë, ka qenë shumë e vështirë të menaxhohet ajo situatë, sepse ne donim të vdesnim në mungesë të ujit, e tani kur e gjetëm ujin, ishim në gjendje gati të vdesim tu e pi ujin, dhe ishte një moment dhe shumë i vështirë që nuk do ta harroj kurrë. Kem pas shumë raste, shumë herë kemi met pa buk, po për pa buk se kishim fort dert, se ishim mësu gati që edhe organizmi ishë mësu që të shëndrënte me orë të tëra ballaki dhe me ditë të tëra pa buk. Megjithatë ja kemi dalën, sepse kur kishim beteja, kur kishte luftime, kur kishte operacione të gjata, nuk na binte mend edhe për buk, po edhe po të kishim, nuk kishim kohë me hënër. Po marr shembull në pjesën ku kemi vepruar në komunën e Shtimës në vitin 1998, në fillim nuk kemi pas mjek fare hiç, ndikura patar doktor Vezir Bajrami, po në një periudhë kohore kanë vepruar vetëm teknik medicinal, motat medicinale që u jam mirënjohës
dhe respekt i përjetshëm për angazhimin e tyne, si në vijën e frontit, ashtu edhe në dhënien e ndihmës së parë apo në angazhimin e tyne, tu i krye detyrat edhe të mjekëve në rastet veçanta. Nuk du mi dallu me emna, por ja vlen të përmendet në Gjivana Azizi, Vlora Aliu, Aslani, Zymria, në mesin e tyne ka qenë Demria edhe Makfirja, që në të vërtet ato kanë ba të gjitha punët që është kanë dashur t'i bojnë edhe jashtë aspektit profesional. Ka ndodhur që edhe infuzionet japin pa mjek, të intervenojnë pa mjek, të shirojnë t'i lidhin plak pa mjek, sepse po edhe t'i kishim 1, 2, 3, 4, 5 mjek, nga njëherë ishte pak. E mos flasë që në fillim s'kemi pas fare hiç. Megjithatë ja kemi dalë dhe unë personalisht dhe gjithë bashkëpunëtorët jemi njës, gjithë atyne që kanë sakrifikue dhe kanë rrezikue, po gjithmonë t'u mundue të pështojnë jetrat të luftëtarëve të lirisë. Pas lufta, prej vitit 1999, patjetërisht deri në vitin 2025, 26 vjet pas luftës, shumë pak ose fare hiç institucionet edhe ato lokale, ato qendrore janë marrë me fatin e luftëtarëve të lirisë. Unë personalisht në disa misione, në disa takime, në disa seminare kam rizanin tim që shteti duhet të themelon një institut të veçantë për hulumtimin e gjendjes emocionale dhe sociale të veteranëve të luftës shtimtare. Fatkeqësisht deri tash, 26 vjet pas luftës, asnjëherë asnjë hulumtim shkencor nuk është bërë për gjendjen emocionale të veteranëve të luftës. Ne jem dëshmitar të gjallë se ka ndodhur shumë vetvrasje pas luftës shtimtare. Shumë veteranë kanë bërë vetvrasje edhe kërkush nuk është marrë me faktorët të cilët kanë qenë ata faktorë që i ka quajtur ata bashkëpunëtor në vetvrasje. Ne hala nuk kemi një hulumtim të veçantë për këtë arsye. Fatkeqësisht i mungon shtetit Kosovës një institut qoftë në kodrat të Ministrisë së Shëndetësisë ose në kodrat të Ministrisë së Mbrojtjes, i cili institut kishte u marrë me këtë hulumtim. Hulumtimi emocional. Edhe hulumtimet emocionale që kanë ndodhur në Kosovë kryesisht kanë ndodhur nga organizata të ndryshme jo qeveritare të huaja, edhe që ato rezultate nuk i kanë institucionet e Kosovës. Ato rezultate i kanë marrë ata me veti për qëllime personale, qofshin ato botime apo mbrojtje temave të ndryshme të magistraturave apo doktoraturave nga shtetet nga kanë ardhur. Edhe në Kosovë ka pas raste individuale të studentëve që janë marrën me fatin e UÇK-s dhe të djemve dhe të vajzave të UÇK-s pas luftës, por nga institucionet shtetërore asnjëherë. Unë po shfrytëzoj rastin nga këtu që t'i drejtohem institucioneve qendrore të Republikës Kosovës që urgjentisht të themelojnë një institut të veçantë për hulumtimin e gjendjes emocionale, sociale të bashkëluftëtarëve të mi, të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse edhe 26 vite pas nuk është vënë që të ndërmarrim hapa ku mund të parandalojmë traumat të ndryshme, mund të parandalojmë vetvrasje që mund të ndodhin edhe mund të ndihmojmë familjeve që ata jetojnë bashkë me ata bashkëluftëtarët e mi e që nuk e din, ndoshta dhe jam shumë i sigurt për gjendjen e tyne emocionale dhe mendore 26 vjet pas lufte. Unë bëj apel që seriozisht shoqëria, organizatat jo qeveritare dhe të gjithë faktorët relevant të inkuadrohen me qëllimin më të mirë që t'i dalim ndihmë këtyre djemve, sepse ata meritojnë shumë a shumë se sa kjo përkujdesje. Pas transformimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës me 9 shtator 1999 dhe parakalimit të trupave të gjitha zonave operative dhe njësive varësës shtabit përgjithshëm në përqendër të qytetit Prishtinës dhe në stadionin Fadil Vokri në Prishtinë, filluam me ristrukturimin e trupave mbrojtëse të Kosovës. Kërkesat tona ishin maksimale në atë kohë dhe shumë të vështira në karshi bashkisë ndërkombëtare. Ne donim me çdo kusht që Kosova ta ketë ushtrinë e vet,
Në anën tjetër, përkrahjen politike të Bashkisë Ndërkombëtare e kishim deri diku, por jo aq sa ne kishim nevojë. Problemi kryesor ka qenë te struktura organizative, te emërtimi, te struktura tullhese, te gradat, në veçanti te gradat. Sa ata nuk donin në asnjë mënyrë që të lejonin që Kosova ta ketë një ushtri, qoftë një organizatë civile, siç e quanin ata TMK-n, por pa grada. Këmbgulja e Hashim Thaçit dhe Agim Qekut në atë kohë dhe gjithë protagonistëve tjerë ishte që TMK-ja të jetë ta ketë një strukturë organizative ushtarake dhe të kemë gradat. Kështu edhe me ndihmën e Mike Jacksonit në atë kohë, Kushnerit edhe gjithë miqve të tjerë, ne ja kemi arritë që TMK-n ta bëjmë një ushtri të vogël profesionale me strukturë ushtarake organizative dhe me grada të larta dhe të ulta, siç i duhet t'i ketë dhe siç i ka çdo ushtri. Gjatë shërbimit 10 vjeçar në TMK-n që oficer i lartë i trupa mbrojtëse të Kosovës, në detyrën e komandantit të batalionit 50 ndërlidhjes, Njësi qendrore e shtabit përgjithshëm të TMK-s, kemi bërë një punë të mrekullueshme. Kemi qenë një nga faktorët e stabilitetit, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Ne si TMK duhet të mburremi për të kaluarën tonë dhe gjithë pjesëtarët të TMK-s, sepse të gjitha kriteret dhe standardet të cilat u kërkonin në atë kohë nga Bashkia Ndërkombëtare, TMK-ja ishte ajo që me përkushtimin dhe sinqeritetin dhe angazhimin e disiplinën arrinte gjithmonë të plotësante 100%. Ne si pjesëtar të TMK-s kemi arritë të formojmë komisionet dhe pas pavarësisë të Kosovës në vitin 2008, ndodhi që ne të planifikojmë edhe formimin e shpërbërjes së TMK-s dhe fillimin e formimit të FSK-s. Dallimi është shumë i madh mes UÇK-s dhe TMK-s dhe TMK-s dhe FSK-s, sepse ushtria shqiptare e Kosovës është transferuar në trupa mbrojtëse të Kosovës, kurse trupat mbrojtëse të Kosovës nuk janë transferuar në FSK. Trupat mbrojtëse të Kosovës janë SHPRB, kurse me listë të veçantë janë formuar trupat e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ne si oficer të lartë të TMK-s në atë periudhë kohore kemi formuar komisione të ndryshme për planifikimin e pajisjeve të FSK-s, për planifikimin e dokumentacionit, për planifikimin e strukturave udhëheqëse, komanduese të njësive të cilat do t'i ketë FSK-ja. Ashtu dhe ka ndodhur sepse ka qenë kriter në pakon e Mati Atisarit që të shpërbëhen trupat mbrojtëse të Kosovës dhe të formohen forcat e sigurisë së Kosovës. Kështu dhe ka ndodhur, sot ne jemi krenar me djemt dhe vajzat të cilët shërbejnë në FSK. Jem krenar sepse në mesin e tyre ka një numër të madh të trashëgimtarëve, të luftëtarëve të lirisë, si djem ashtu dhe vajza. Jemi të krenar me të arriturat e FSK-s dhe dojmë që synimet tona dhe ëndrat jonë të realizohet, që FSK-ja të pranohet në gjirin e madh botror në NATO. Unë jam shumë i sigurt se në rast se vazhdojnë ta djem dhe vajza me një angazhim, përkushtim, disiplinë maksimale, së shpejti ta shohim të rreshtuar edhe Forcën e Sigurisë së Kosovës në kuadër të NATO-s. Organizata e veteranëve të luftës sot funksionon jashtëzakonisht mirë, ka një strukturë organizative në të gjitha komunat, në nivel lokal dhe në nivel qendror. Organizata e veteranëve të luftës deri më tani, që nga pas lufta deri më tani ka bë punë të mrekullueshme, ka pas aktivitete të shumta, protesta të shumta, gjithmonë në mbrojtjen e vlerave të luftës shqiptare, ka ngritë zërin kundër çdo gjë që realisht ka pengu ose me i formë ka njollos vlerat e luftës shqiptare. Kam qenë 2 mandate kryetar i organizatës së veteranëve Dega në Shtime dhe kemi qenë shumë aktiv në mbrojtjen e vlerave të luftës, në ngritjen e zërit për veteranët e luftës shqiptare, sepse padrejtisht gjatë gjithë periudhës prej pas luftës deri më tani jem ballafaqu me arrestime, burgosje, maltretime të ushtarëve dhe të udhëheqësve të UÇK-s, gjaja për krimet e luftës. Une realisht kisha pas dëshirë dhe bëj apel që të gjitha strukturat e organizatës së veteranëve të luftës
të forcohen me figura udhëheqëse të ushtrisë të Kosovës, pse mos t'jenë komandant të zonave, zavens komandantët të brigadave, si në nivel lokal ashtu dhe në nivel qendror, pse mos t'jenë figurat publike në krye të organizatës së veteranëve të luftës, pse mos t'jenë ata të përfshin në kryesi, pse mos t'jenë ata të përfshin në komisionet të ndryshme me qëllimin më të mirë që të ngritet niveli organizativ i organizatës së veteranëve të luftës, gjithmonë duke respektu punën dhe angazhimin tashmë të kryetarit Hysni Mucati dhe të kësaj kryesie, po dhe të kryesive tjera që kanë punu deri me tani si udhëheqës të organizatës së veteranëve të luftës. Jo vetëm organizata veteranëve të luftës, po dhe shoqata familjeve dëshmorëve dhe invalidëve të luftës kanë nevojë për një përkrahje institucionale më të fuqishme, e që viteve të fundit janë të mangëta, ka nevojë invalidët të luftës për ndërhyrje kirurgjike, ka nevojë për ndrimin e protezave, ka nevojë për një përkrahje morale, ka nevojë për një mbështetje financiare, ka nevojë për trajtim në baja, në bregdet, në natyrë, dhe fatkeqësisht institucionet tona shumë pak janë duke u marrë me shëndetin dhe fatin e tyre. Unë bëj apel që të gjithë të jemi karshi veteranëve të luftës, të jemi karshi invalidëve të luftës, të jemi karshi të familjeve dëshmorëve se epitetin e fituar si familjar të dëshmorëve kanë fitu me gjak, kurse invalidët të luftës duke humbur gjymtyrët e trupit, e veteranët të luftës duke sakrifikuar gjithçka nga vetvetja, duke lënë edhe shëndetin e tyre, duke sakrifikuar familjet, pasurinë dhe jetën e mirë në numër bukur të madh për tyre që kanë lënë perëndimin dhe i kanë rrok armat në luftë kundër okupatorit serboslav. Prandaj ju lutem që të qelim syt, të kthejmë kokën nga këto kategoritë, sepse këto kategori meritojnë gjithçka. Unë përshfrytëzoj rastin sepse jam në mesin e qershorit, duke u uru të gjitha familjeve dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të luftës, ditën e çlirimit nëpër komuna, dhe fatkeqësisht së 26 vjet Kosova nuk e ka një datë të veçantë të ditës së çlirimit. Dhe do ta kemi një datë të veçantë ku të gjithë qytetarët pa dallim të festojmë bashkërisht dhe të urojmë njëri tjetrin, gjithmonë duke u përkul para dëshmorëve, duke vendosur buqete të freskëta me lule dhe duke kujtuar me vigjilencë, duke ruajtur me xhelozi dhe fanatizëm vlerat dhe kontributin ton shekullor në luftën për liri dhe pavarësi.